Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit dhjetor për shenjën e peshqve. Peshq, java e parë e dhjetorit do t'jetë një javë me të fsheta, do t'jetë një javë me sekrete, do t'jetë një javë ku do doni t'i fshiheni botës, njerëzve, përgjegjësive dhe të përfshiheni në botën tuaj të fantazisë, të imagjinatës, të largoheni nga realiteti, sepse ky ka qenë një vit i lodhshëm shumë për ju. Keni nevojë të besoni sërish tek diçka e bukur, keni nevojë për diçka që ndoshta nuk është reale, por është e rëndësishme për ju. Dhe disa peshq do ta realizojnë këtë duke nisur një lidhje të fshehtë. Një lidhje që e shikoj të pamundur, për shkak se ju mund t'jeni të martuar, personi tjetër është i martuar, apo keni fëmijë, bashkëjetoni me dikë, raporti nuk është më siç ka qenë më përpara, nuk keni më të njëjtën tërheqje fizike, nuk jeni të dashuruar më me njëri tjetrin, edhe pse jeni bashkë për arsye të ndryshme, për shkak të kohës që keni bashkë, keni fëmijë, apo keni prona bashkë, apo keni detyrime të tjera. Dhe një person do t'ju jap vëmendje, po kjo është një marrëdhënie shikoj të fshehtë, pra mund të komunikoni me njëri tjetrin me orë të tëra, ju bën të ndjeni mirë, ju bën të ndjeni që mund të dashuroni sërish, ju fut në një botë iluzioni, në një botë fantazie ku do ndjeni shumë mirë nga biseda, nga vëmendja, nga përkushtimi që do të merrni nga ky person. Për disa peshq të tjerë ju shikoj edhe shumë kurioz gjatë kësaj jave të parë. Do doni më shumë të lexoni libra apo të shikoni dokumentar, do fiksoheni me një temë të caktuar, edhe do gërmoni më shumë për të zbuluar rreth asaj teme. Mund të jetë bota spirituale, mund të jetë për disa peshq jeta përtej vdekjes, Zoti, lidhja me hynoren, shumë tema nga më të ndryshme, por ju shoh shumë kurioz dhe thoni më mirë qëndroj vetëm edhe shikoj televizor apo lexoj një libër sesa të flas me njerëzit, sesa të merrem me njerëzit. Dhe kjo ndodh për ju peshq kur thithni. Peshqit si shenjë janë shenjë që e thith energjinë e të tjerëve. Nëse punon me njerëz që kanë vazhdimisht probleme, me njerëz që vazhdimisht debatojnë, apo me njerëz që janë thjesht të mërzitur, vinë në punë janë me nerva, gjatë ditës janë pa humor, ty të ngarkon ajo, e thith atë negativitetin e të tjerëve dhe ke nevojë për një lloj shkarkimi, për një lloj detoksi. Dhe mënyra më e mirë për ta bërë detoksin është të mos kesh kontakt, mos flasësh me askënd, të rish në qetësinë tënde, në rehatin tënde, edhe vetëm të marrësh një kohë që është për ty. E njëjta gjë vlen edhe nëse për peshqit që kanë probleme në familje, debate, diskutime në familje. Kjo është forma juaj për të shkëputur nga ky realitet i vështirë, duke biseduar me dikë tjetër që përshtatet shumë më mirë me ju. Prandaj ju thashë shikoj si diçka, si një sekret, si diçka të fshehtë. Plus pastaj që javën e parë kemi edhe një hënë të plot me datë 4 dhjetor, do ta ndjeni si energji 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas. Kjo hënë e plot do t'ju bëj të ndjeshëm, ju bën emocional, por është në shenjën e binjakëve, në shenjën e binjakëve që është energji ndryshueshme një lloj si ju. Dhe do t'ju bëj që të flisni, keni një nevojë të madhe të flisni ju, të shpreheni, dhe për një person që t'ju dëgjoj, pa ju kritikuar, pa ju paragjykuar, pa ju bezdisur, thjesht që të flisni edhe t'ju dëgjoj. Keni nevojë shumë për komunikim në këtë kohë, po një komunikim ndoshta edhe me një njeri të panjohur, këtë e shikoj më shumë, jo me njerëz që i shihni për ditë, njerëz që i takoni, që i keni në familje. Do zbrazeni me një të panjohur, sepse do ndjeni që ky person nuk ju paragjykon, që edhe nëse biseduat me këtë person s'ka rëndësi, do të mbetet thjesht një bisedë, dhe nëse nesër nuk flisni më prap, ju e hoqet atë nga vetja juaj.
pra do të funksionoj në forma të ndryshme, tek peshë të ndryshëm, tek disa do të jetë energjia e madhe për fokusi për të marrë informacion, për të lexuar, për të studiuar, pjesa e kreativitetit e ideve do të jetë shumë e lartë, për të tjerë do të jetë një nevojë për të zbrazur, për të shkarkuar ndjenjat, për t'i folur, për t'i nxjerrë. Edhe java e dytë do të jetë një javë ku do të ketë vonesa, do t'ju duket sikur ky vit po ecën shumë ngadalë, keni një dëshirë, thoni dua ta mbyll këtë 2025-ën, më ka lodhur. Dhe java e dytë sidomos do të jetë një javë ku gjëra do të zvariten, nëse prisni të merrni përgjigje për diçka, mund të mos ju kthejnë përgjigje ose t'ju thonë më vjen keq, do të komunikojmë me ju mbas 2 javësh ose vitin e ardhshëm. E kjo do t'ju mërzis, do t'ju irritoj. Ju shoh në aspektin emocional që nuk keni interes, kush është në çift, raporti nuk është mirë, nuk keni interes ndaj njëri tjetrit, jeni të mërzitur me njëri tjetrin, jeni të lodhur, të bezdisur nga njëri tjetri. Dikush nëse jeni single dhe flisni me dikë online, pesh, ndoshta kjo komunikimi i madh, gjithçka që ju do të thoni në javën e parë, mund të ndodhë që personi mos të flasë më me ju, të humbas komunikimin në javën e dytë, sepse keni parasysh që çdo njeri ka hallet e veta, ka problemet e veta. Nëse e bombardon dikë me informacion, me gjërat e tua, tendenca është për të shkëputur, thot prit se unë nuk e mbaj dot se boll kam problemet e mia të mbaj edhe gjithë këto probleme që ka personi i shenjës së peshqve dhe shkëputet edhe personi tjetër, nuk flet më, nuk komunikon më me ju. Kështu që nëse është diçka që ti e bën në mënyrë të vetëdijshme, thua ok, po flas, po nxjerr edhe më vonë, pastaj po nuk më foli ky person, është ok. Por nëse keni realisht interes tek dikush që do të komunikoni, do të flisni, gjëja e duhur do të jetë mos e bëni këtë, mos t'i jepni shumë stres edhe shumë gjëra që në fillim. Është më mirë që biseda të jetë e këndshme, të jetë graduale, t'i tregoni për veten në një formë graduale, të jepni kohë raportit që të zhvillohet pa e mbi ngarkuar situatën. Java e tretë do të jetë një javë ku zënkat, diskutimet e më parshme do t'i lini më njanë, do të vendosni të tërhiqeni, sepse do të kuptoni që ju keni një shkaku pse gjërat mund të kenë arritur deri në një pikë ku janë thënë shumë gjëra dhe ka pasur shumë konflikte. Nuk e shikoj vetëm të këtij muaji, po janë edhe të muajve të mëparshëm këto peshq. E keni kuptuar që keni edhe ju një pjesë të fajt, e keni edhe ju vetë. Gjërat do të ndryshojnë dhe do t'ju hapen syt ndaj realitetit më shumë në momentin që kemi hënën e re në shigjetar që është me datë 20. Dhe një lloj si hëna e plot do ta ndjeni si energji 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas. Hëna e re në shigjetar do t'ju bëjë që t'i shikoni gjërat jo vetëm në ato emocionet tuaja që unë ndjem kështu, unë e mendoj kështu, unë po e përjetoj kështu, po të shikoni edhe tërsinë e situatës, gjithçka nga lart në këndvështrimin e sikur e shikon çdo gjë nga një avion, pamjen të tërë që ti ke problemet e tua, personi tjetër ka problemet e veta, ti kërkon diçka nga një familjar apo nga një person në punë apo nga një raport në çift, por ato në të njëjtën kohë që ti po kërkon këtë gjë, ato po përjetojnë edhe situata të vështira për veten e tyre, dhe atëherë do të bëheni ju më empatik, më të ndjeshëm, do thoni prit se i mora gjërat shumë personale, u fokusova shumë tek vetja ime, duhet mendoj edhe për njerëzit e tjerë, nuk është nevoja ta çoj situatën në ekstrem. Dhe java e tretë si energji do të jetë një energji më e paqët, një energji më e qetë, një energji ku disa nga këto konflikte së shkuarës do doni t'i zgjidhni përpara se të mbyllet viti, thoni ok, le të sheshojmë gjërat, le të bëjmë paqe, le të arrijmë në një marrëveshje. Dhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju pesh më thot
Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Pra, I falenderues për bekimet e dashurisë që do të vinë dhe janë rrugës, do të vinë për ty. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Pra, dije që ti meriton të kesh dhe të jesh ajo çfarë zemra jote dëshiron, gjithçka që ti dëshiron. Është shumë mirë të jemi falenderues për dashurinë që kemi, për gjërat që kemi në jetën tonë. Mendo pozitivisht për të ardhmen. Njerëzit kalojnë situata nga më të vështirat, situata nga më të ndryshmet. E rëndësishme është që të kthehesh tek gjërat pozitive që ke, tek gjërat pozitive që njerëzit të kanë dhënë. Pra çfarë ti ke dhënë ndaj të tjerëve, por edhe çfarë të tjerët të kanë dhënë ty, atë dashuri që të kanë dhënë, mënyra se si gjërat kanë qenë që në fillim, se që diçka të mos funksionojë, duhet të dyja palët të mos përpiqen ose kanë një rol, është it takes two to tango, ja, duhen dy persona për të kërcyer një tango. Pra të dy keni një përqindje të fajt që gjërat kanë arritur në pikën që janë. Prandaj duke qenë mirënjohës për dashurinë që ke marrë në fillim nga personi, duke e parë situatën në një këndvështrim ku ti merr përgjegjësi për veten tënde, fillon ndryshimi edhe së jashtmi tek personi tjetër. Ju kam thënë gjithmonë, nëse doni të shikoni një ndryshim pozitiv në jetën tuaj, fillojeni tek vetja juaj. Vetëm veten tënde ke në dorë të ndryshosh, askën tjetër. Nëse ti ndryshon edhe situata rreth teje, edhe realiteti rreth teje transformohet. Dhe java e fundit do të jetë një javë ku unë shikoj një person afër jush që ka energji të fortë toke, një person që ka shenjën ascendent ose shenjën e diellit në Dem, në Virgjëresh ose në Mbërcjap. Ky është një person që ju kthen me këmbë në tokë. Ky është një person që ju bën të ndjeni më të ekuilibruar. Ky është një person që me dashurinë, me suportin, me mbështetjen që ju jep, ju a bën jetën më racionale, më praktike, ju a kthen fokusin te gjërat që janë të rëndësishme në jetën tuaj. Mund të jetë një person i familjes, mund të jetë një person me cilën punoni, mund të jetë një person që, sepse shikoj është një njeri i pjekur, një njeri i suksesshëm, është një njeri që gjithmonë kur flisni me këtë person ndjeheni më stabil, ndjeheni më të qëndrueshëm, e shikoni jetën në një këndvështrim më praktik, që është i rëndësishëm për peshqit, sepse ju shpesh humbeni në atë detin e emocioneve, në detin e mendimeve, keni nevojë të keni rreth vetes njerëz që janë energji toke, që t'ju kthejnë me këmbë në tokë, që t'ju kthejnë në më të tokëzuar, më në realitet, më të pranishëm, më tek gjërat praktike, tek gjërat që ti vetë mund të ndryshosh për jetën tënde. Po do të mbyllet viti me një energji më stabil, ju shoh shumë herë më të qëndrueshëm dhe me një fokus tek viti i ardhshëm në gjërat praktike që ti ke në dorë që ti mund të ndryshosh. Okej, pesh, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin dhjetor. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj të gjithëve t'i kaloni sa më bukur festat e fundvitit me familjen dhe të gjithë personat që ju do zemra. Ju uroj shëndet, fat, dashuri dhe begati për ju dhe për familjen tuaj dhe bashkë të dëgjohemi në parashikimet vjetore të 2026. Gjithë të mirat, mirupafshim.